Kjo video nuk është një video e këtyre ditëve, nuk është një video që ka lidhje me situatën problematike të ujit në Vlorë apo në qytetet tjera të Shqipërisë. Ajo është një video e bërë virale në rrjetet sociale kombëtar, por që reflekton në mënyrë spektakolare mendësinë e administratës shqiptare, mendësinë e drejtorëve shqiptar, mendësinë atyre që paguhen me taksat e qytetarëve shqiptar dhe që në vend t'ju shërbejnë si shërbys të qytetarëve, kthehen në pashallar lokal dhe në një farë mënyre abuzojnë me pushtetin që ju kanë dhënë vetë votuesit. Shihni se çfarë thot drejtori i sjellësit një qyteti. I lash pa ujë për të parë se sa veta do t'i binin telefonit. Po pse duhet i bjerë telefonit qytetari? Ti je i detyruar dhe ti ke detyrën që të furnizosh me ujë qytetarin, jo të presësh që qytetari t'i bjerë telefonit tënd dhe të lutet që ti çosh furnizimin me ujë. Dhe çfarë ndodh? Furnizimi me ujë ndërpritet në shumë qytete të Shqipërisë për të shmangur humbjet në rrjet sepse ndërmarrjet e ujësjellësit nuk kontrollojnë dot situatën. Dëgjojeni videon të plot dhe kuptoni çfarë marrëzie është. Sa orë furnizohet me ujë në ditë? Rreth 8 orë sot. Është e mjaftueshme kjo për banorët, për qytetarët? Po unë i kam lënë edhe 3 ditë pa ujë, pa i furnizuar për të parë se sa kërkesë kanë. Si ka rënë asnjëri telefon që thoshte se janë pa ujë.